Së pari ju përshëndes gjithve kolegëve të nderuar, gjithë si dhe profesorët, gjithashtu përgëzoj Këshillin Organizativ të konferencës për një organizim shumë të mirë të konferencës, si dhe bashkëpunimin me shoqatën tonë të dhimbjes në Kosovë. Prezentimin që do të bëj është përsimi praktive me menaxhimit të dhimbjes pas operacionit, një studim vazhdues 5 vjeçar në Kosovë. Sa i përket definicione për dhimbjen, përmendëm më herët parafolsit më herët, profesor Fatosi e gjithë djerë që 2 ditë, definicionet sipas IASP-s, këtu i kemi. Shkaktarët e dhimbjes janë kirurgjike, nga traumat, pastaj si infektive, prezantimet përgjithshme, domethënë dhimbja akute është një proces që zakonisht edhe na paralajmëron çka ndodh në organizmin tonë. Për shembull, nëse kemi ndonjë dhimbje në abdomen, na paraqet dhimbjet rreth apendiksit, kështu që është një fenomen që shumë na tregon gjitha çka ndodh në organizmin tonë, na jep një paralajmërim se po ndodh diçka në organizmin tonë. Pastaj gjithashtu edhe dhimbjet në gjoks japin ndryshimet në zemër e gjitha tjerë me radhë. Mjeti universal për vlerësimin e dhimbjes, e përmendën në parafolsit më hershëm, është me anë të vlerësimit numerik dhe me anë të fesjes pamjes së fytyrës së pacientëve. IASP duke lumtuar shkaqet e mungesës për trajtimin efektiv të dhimbjes akute postoperatore, e thekson se klinicistët nuk janë arsimuar për nevojën e trajtimit të dhimbjes akute për pasojat e mostrajtimit. Diku rreth 50% spitaleve në Evropë nuk kanë udhëzues apo protokoll për menaxhimin e dhimbjes. Më shumë se 50% spitaleve dhimbjen e trajton me kërkesë të pacientit. Domethënë nuk i japin sipas orarit të infermier, po mbas kërkesës së pacientit kur ka dhimbje. Edhe ka një tendencë për të mos marrë parasysh intensitetin e dhimbjes të cilën e deklaron pacienti. Në shumicën e spitaleve nuk bëhet vlerësimi i intensitetit të dhimbjes, siç e përmenda të shkallëzuesin më herët. Nuk ka konsenzus përgjithshëm për zgjidhjen optimale të banave analgetik për teknikat për kushtet e veçanta specifike klinike. Si dhe nuk ka një bashkëpunim ndërdisiplinor në mes klinicistëve për trajtimin e dhimbjes në përgjithësi, si dhe për trajtimin e keq. Siç e cekën edhe më herët parafolsit e më hershëm, kur dhimbja akute e patrajtuar në mënyrë adekuate, shkaktohet pasoja negative të pacient, frika, ankthi, vujtje të panevojshme, gjumi keq, mos t'i numëroj gjitha këto që i kanë përmend më herët. Në SBA çdo vit bën diku rreth 46 milion ndërhyrje kirurgjike spitalore dhe 53 milion ndërhyrje kirurgjike në ambulanca. Domethënë diku rreth 80% pacientëve të operuar janë ankuar për një trajtim jo adekuat të dhimbjes postoperatore. 86% deklaruan se dhimbja është e moderuar e fortë. Shumica pacientëve deklaruan për kontroll jo adekuat të dhimbjes pas lëshimit nga spitali. Domethënë edhe arsyeja kryesore që pacienti drejtohet në urgjencë është diku rreth 70% të shërbimit urgjencë vjen për shkak të pacientëve për shkak të dhimbjes vijnë. Kur nuk trajtohet dhimbja akute postoperatore në mënyrë adekuate dhe faktorë të ndryshëm që i përmendëm edhe do t'i cekim më vonë, atëherë kalohet në sindromin e dhimbjes postoperatore kronike, që shkaktohet si pasojë inflamacionit ose dëmtimit tjerë të rrëgjën të nervave që zgjat 3 deri në 6 muaj kalon në dhimbjen kronike postoperatore. Është vërtetuar se sindromi i dhimbjes kronike postoperatore mesatar zhvillohet diku rreth 10% të pacientëve me ndërhyrje kirurgjikale, por pas procedurave të veçanta. Këtu e kemi një përqindje që rreth sa përqind zhvillohet dhimbja kronike postoperatore të pacientat doan të mastektomit deri në 50% shkon, të prerjet cezariane, amputimet, këto i keni mos t'ju lodhi kokën me këtë. Faktorë që ndikojnë në zhvillimin e dhimbjes kronike postoperatore janë faktorë që ndikojnë në preoperativ, përgatitja preoperative pacientëve, si ana psikologjike, përgatitja historiku i smundjes së pacientëve, intraoperativ gjithashtu lloji incizionit, dëmtimeve, strukturat nervore e pat më herët, diku rreth
ma shumë kishte edhe të kirurgjia torakale, dhimbja fantomit, dhimbjet postoperatore gjithashtu ndikojnë në intensitetin e dhimbjes, kozgjatja e saj. Si është situata në Kosovë, nuk ka protokolle kombëtare për trajtimin e dhimbjes dhe secili profesionist shëndetësor i përdor protokollet më të mira sipas tij, sipas shkollimit që kanë bërë. Nisur nga kjo shprehi që krijon praktikat e përditshme, mendon se dhimbja postoperative është menaxhuar dhe nënvlerësuar. Kjo ka nxitur të bëhet kërkime të vazhdueshme lidhur me menaxhimin e dhimbjes postoperatore, duke dhënë rekomandime për përmirësimin e kësaj gjendje. Ne një hulumtim e kemi bërë 5 vjeçar në spitalin e Prizrenit, me pain-outin, e kemi organizuar bashkëpunim me pain-outin dhe shoqatën Federatën Ndërkombëtare të Dhimbjes ISP. Cila është sfida kryesore është dhimbja postoperative mbetet sfidë klinike në Kosovë. Nuk kemi standarde ose udhëzues të unifikuar kombëtar, ndryshueshmëria në kujdes dhe kontroll jo optimal të dhimbjes, rikuperimi nga dalë dhe kënaqësia e ulët e pacientit. Ne në Kosovë kemi shoqatën për drejtat e pacientëve PRAK, e cila ka bërë një hulumtim dhe rezultatet kanë dalë shumë të këqija për shkak se nuk është trajtuar në mënyrë të adekuate dhimbja pas trajtimit. Pacientat vujnë me dhimbje dhe kënaqësia është e ulët e pacientëve mbas të hulumtimit që është bërë për shoqatës. Pastaj edhe nuk kemi një strategji kombëtare për trajtimin e dhimbjes. Metodologjia e punës që kemi kryer, 5 vite ka zgjatur spitalin e përgjithshëm Prizrenit, ndek që i kemi bërë hulumtimin, kanë qenë ortopedi, kirurgji, urologji, oftalmologji, 5 reparte. Projekti është implementuar, dizajnuar prej pain-outit dhe IASP-s, tu kanë marrë diku rreth 7 shtete në zhvillim. E kemi trajnuar grupin e mjekëve dhe infermierëve për të marrë dhënat pyetësor, ne kanë dërguar ata në gjuhën shqipe, pain-outi. I kanë grumbulluar si dhe janë aftësuar një mjek dhe një infermier për t'i futur dhënat në sistemin e internetit drejt për drejt në pain-out dhe i kemi marrë. Të dhënat projekti është zhvilluar në 3 faza. Faza e parë është zhvilluar marrja të dhënave pacientëve, vendosja dhënave, rreth 1924 pacientë nga dek kirurgjike. Dominimi që kanë qenë dominimi i femrave ka qenë diku rreth 62%, 66.2%. Anestezioni i përgjithshëm ka dominuar në përgjithësi, kemi përdorur edhe anestezionin loko-regional, edhe anestezionin lokal. Pacientët nuk kanë pas nevojë në shku diçka në hulumtim, por vetëm me pëlqimin gojor, ndërsa e kemi marrë lejen edhe për këshillit profesional të spitalit, këshillit etik profesional, për të bërë këtë hulumtim 5 vjeçar. Në fazën e parë, domethënë, kemi marrë dhënat për pacientëve, grumbullimin, dhimbjen, një pyetësor, sepse ne zakonisht në mënyrë verbale pyesim pacientin, a ke dhimbje apo s'ke. Ndërsa në ato pyetësor kanë qenë diku rreth 22-3 pyetje, sa ke dhimbje, me vlerësu mbas shkallëzimit, e kemi trajnuar edhe pacient me vlerësu pej 0 deri në 10 me numra, dhimbjen më të fortë, dhimbjen më pak, dhimbjen mesatare. Edhe në fazën e dytë kemi bërë gjitha ato rezultate që kemi mbledhur gjatë fazës parë 2 vjeçare, e kemi parë që ka disa ndryshime dhe është dashur me mbledh stafin profesional mjek dhe infermier, këshillin profesional të mjekëve dhe infermierëve, edhe kemi parë që gjatë fazës dytë e kemi trajnuar stafin profesional për të vlerësuar dhimbjen, domethënë infermier, përgatitjen e forma për të regjistruar matjet në dhomën e zgjimit. Ne kemi hapur dhomën e zgjimit në repartin e kirurgjisë, më herët ka qenë e hapur, aty bëhet premedikimi i pacientëve, si dhe pas daljes operacionit bëhet mbikëqyrja post-anestetike e pacientit që kemi thënë dhoma e zgjimit. Ju tregoj edhe fletën kësaj. Pastaj në fazën e dytë është vërejtë që duhet kemi edhe një dhomë zgjimit, ngritja e një dhomë zgjimit në obstetrik, sepse atje nuk e kemi pas gjatë fazës parë të hulumtimit. Pastaj edukimin e pacientëve duke përfshirë vlerësimin e dhimbjes sipas shkallëve numerike ose verbale. Gjithashtu kemi pas gjatë këshillit profesional që kemi pas takimet, mbledhjet edhe përmes këshillit pain-outit në Universitetin e Jenës,
Ne i kemi dërgu dhonat, i kanë pa dhonat se si ka shku hulumtimi, dhe ata në kanë rekomandu që infiltrimi plagëve kirurgjikale me anestetik lokal në fund të ndërhyrjeve kirurgjike të bëhet me lidokain ose një anestetik lokal. Edhe analgetikët jepen në oratë caktuare jo sipas nevojës. Ne ju kemi dhënë pacientëve kur ka dhimbje, ja, i kanë dhënë. E kemi shku 3 herë në ditë sipas nevojës. Atë duhet shkruhet, nëse është çdo tetor sipas orarit. Edhe udhëzimin e infermierëve për të administruar analgezik dhe uterotonik veç e veç. Në fazën e dytë kemi vrejtë rritje këto në akusheri gjatë hulumtimit është drejtë se infermierët i kanë administruar diklofenakun dhe oksitocinën uterotonik së bashku me një shiring dhe kur e kanë plotësu pacientet formularin i kanë theksu aty kur e kanë marrë injeksionin për kundër dhimbjes ju kanë shtu mas disa minuta më tepër dhimbja se sa ajo. Mi po aty është vërejtë se oksitocina ka shkaktuar kontraksionet e mitës dhe pacientët kanë pasur dhimbje shumë. Edhe administrimi i medikamenteve është në mënyrë është rekomanduar infermierëve që t'jepet në intervale kohore ashtu siç e kemi shkruar në fletën e terapisë. Edhe në fazën e dytë, kur i kemi po, mas i kemi po këto përmirësime, si që përmenda uterotonikët veç infiltrimi i plagëve në kirurgjinë e përgjithshme, fazën e parë, ka qenë dhimbja maksimale 7, dhimbja më e keqe mundshme që kanë identifiku pacientët e kanë nënvizue, ndërsa në fazën e tretë ka ra në 5.6. Në obstetrik, prej 7.2 në 5.9, domthon efekti ka qenë shumë më i madh dhe më i asi, edhe efekti mesatar në kirurgjitë përgjithshme. Konkluzionet. Vlerësimi i dhimbjes duhet të jetë shenja 5 vitale, përmendni edhe profesor Fatosi që asi. Pastaj mungesa e protokolle rrit rrezikun për trajtimin jo adekuat. Mjekët shpesh e nëntrajtojnë dhimbjen dhe përshkruajnë menjëherë analgetikët postoperativ sipas nevojës në mënyrë rutinore. Në dhomën e zimit dhe jo vetëm stafi duhet të trajnohet për të monitoruar 5 shenjat vitale të pacientëve pas operacionit. Në ujtet edukimi i stafit ne kemi dhënë rekomandim spitalit, këshillit profesional, që stafi i degëve tjera kirurgjike obstetrikës të bëjnë vlerësimin e dhimbjes postoperatore në reparte. Në listet e temperaturës duhet të përfshihet edhe lista përveç temperaturës, pulsit, tensionit edhe vlerësimi për dhimbjen, por edhe në departamente tjera. Infiltrimin e plagës me anestetik lokale. Pacienta kanë më pak dhimbje postoperatore, analgezikët edhe kemi rekomanduar dhe uterotonikët të administrohen në mënyrë ngadalt edhe veç mas. Këtë fletën e post-anestetike kemi në dhomën e zimit, ku përveç monitoruar kemi modifikuar sipas drejtës kjo, matet pulsi, tensioni, saturimi, vjedhja edhe dhimbja, në bazë të shkallëzimit edhe në bazë të pamjes së fytyrës, fecje skallë, edhe këto aktivitetet në fund anesteziologu i shkruan bazë tyne pikëve, jahtë për televizor me 2, pastaj frymarrja, qarkullimi i gjakut, tensioni e matë, vetdia, saturimi edhe në shkruan anesteziologu që është pijaftë për me dalë në repart, matën çdo 15 minuta, 5-15, 30 minuta, kur e ka vetdijen e këtë pacienti del në repart. Faleminderit.